Një nismë çeke për mbledhje fondesh për të ndihmuar Ukrainën ka mundur të grumbullojë më shumë se 500.000 euro në vetëm 48 orë. Këto para do të përdoren për një raketë lundruese Flamingo që sipas organizatorëve do të jetë një dhuratë për Putinin. Fushata dhe nisma për mbledhje fondesh ka pasur edhe më parë dhe me paratë e mbledhura janë bler municione e dron ose është financuar trajnimi i plotëve të ardhshëm ushtarak të Ukrainës. Pas mbledhjes së gjysmë milioni eurove të mjaftueshme për të financuar një raketë lundruese Flamingo të prodhuar në Ukrainë, organizata tha se raketa do të blihet nga prodhuesi dhe do t'i dorëzohet ushtrisë ukrainase. Raketa Flamingo është e aftë të udhëtojë për 3.000 kilometra dhe të mbajë një ngarkesë prej 1.150 kg sipas prodhuesit të saj, kompanisë ukrainase të mbrojtjes Firepoint. Raketa e cila përdor një motor reaktiv mund të udhëtojë me një shpejtësi prej 900 km/h, është rezistente ndaj luftës elektronike dhe përdor sisteme speciale GPS kundër bllokimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ju tha gazetarëve në gusht se raketa Flamingo është një nga raketat më të suksesshme të Ukrainës dhe se së shpejti Ukraina do të ketë më shumë prej tyre. Sipas zyrtarëve ukrainas, Flamingo është përdorur tashmë duke shkaktuar shpërthime në një bazë të shërbimit sekret rus në Gadishullin e pushtuar të Krimes. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, qeveria ukrainase promovoi inovacionin dhe lehtësoi rregulloret për të mundësuar bizneseve të reja të bashkëpunojnë drejt për drejt me ushtrinë. Si rezultat, kanë dalë qindra iniciativa dhe kompani të reja mbrojtëse.